Territori shqiptar për datën 23 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht me rreshje shiu dhe vranësira në shumicën e vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat veriore dhe lindore, ndërsa pasditja pritet të sjellë rreshje intensive dhe stuhi kryesisht në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku rreshjet dhe bora priten të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindje me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 23 nëntor pritet të jetë i ulët, rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 23 nëntor do të jetë në orën 6:30 ndërsa perëndimi në orën 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 6 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 11 gradë Celsius. Berat 7 deri në 12 gradë Celsius. Korç 1 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 5 deri në 10 gradë Celsius. Sarand 8 deri në 13 gradë Celsius.